Ermal Hasimja i propozuar nga Partia Mundësia, Edlira Çepani, drejtuese Shqipëria bëhet, Florian Haçkaj nga shoqata diaspora, janë tre emrat që sot do vendosen në tryezën e Berishës pasi i gjithë grupi parlamentar refuzoi të kandidonte. Arsyeja është e thjeshtë, askush nuk ishte gati të rrezikonte mandatin e deputetit për një garë që nuk mund ta fitonte ato për Bashkinë e Tiranës. Por a do të gjunjëzohet dhe dorëzohet Berisha duke ulur veten dhe shtrirë dorën partive të vogla apo shoqatave? Partia Demokratike dikur nuk ishte nevojë për koalicione. Ajo garonte vetëm dhe nxirrte personalitetet forta në betejën për Tiranën. Sokol Oldashi, Besnik Mostafaj, Lulzim Basha, Spartak Ngjela, Halim Kosova. Dikur radha në zyrën e Berishës ishte disa kilometra e gjatë me njerëz që prisnin të kandidonin në emër të PD-s për Tiranën. Sot Berisha ka prekur fundin. Nuk ka më doktorin e nderuar Halim Kosova, por i lutet nipit të tij nga diaspora. Nuk ka më Lulzim Bashën që e krijoi, projektoi dhe investoi personalisht 20 vjet si kryeministrin e ardhshëm, por i drejtohet Ermal Hasimës, të cilin e kishte pranë por e distancoi që në kohën e kopit. Nuk ka më as Gerti Bogdanin, të cilin e refuzoi të kandidonte për Tiranën, por sot i lutet bashkëshortes së tij të ve, Edlirës. Ermali, Edlira dhe Floriani janë personalitete që meritojnë shumë respekt, jo vetëm për integritetin në profesionet e tyre, por edhe sepse pa dashur e kanë gjunjëzuar Berishën në sytë e publikut. Kandidimi i tyre pasqyron dy të vërteta të hidhura. Së pari, PD ka shtëruar burimet njerëzore dhe është kthyer në një tokë të djerrë, ku listat janë prerë që në kohën kur ishin fidan. Së dyti, Berisha kërkon një emër jashtë partisë që më pas t'ia faturojë atij humbjen. Fatkeqësisht ende pa u shpallur kandidatura filluan sulmet dhe baltosjet e brendshme. Të tre akuzohen si sorosian, anti-Berish, komunist. A do të pranojnë të përdoren si alibi për humbjen e Partisë Demokratike? Ky është problemi i tyre dhe nuk i takon as kujt të ndërhyjë në planet që kanë në të ardhmen. Gjithsesi një gjë është e sigurt. Berisha nuk i afron për të fituar, atij i duhen vetëm për të ndarë humbjen. Kryetari i Bashkisë së Tiranës është gjithmonë konsideruar si paradhoma për të bërë kryeministër. Berisha këtë privilegj nuk e ruajti për Edlirën, Ermalin apo Florianin. Ata kanë qenë aty prej kohësh, por nuk janë konsideruar kurrë as për poste simbolike. Tani thjesht i duhen për të firmosur një humbje që do të harrohet më 10 nëntor, vetëm 24 orë pas rezultatit. Sot Berisha nuk ka harruar vetëm si të fitoj. Ai tashmë edhe humbjet i zgjedh pa dinjitet, duke u bërë qesharak në sytë e publikut. Mos harroni, PD ka humbur Tiranën edhe kur Berisha ishte kryeministër. Madje edhe kur votat i numëronte ai bashkë me Ilir Metën.